Ftoj studio Pastor Akil Panon. Pastor mi mbroma, ka nëjsi që jeni rikthyer në studion time, sonte Pastor, do e thënë që është një ditë e shnuar për ju, po jo vetëm sonte dhe para pak ditësh, ka shumë mundësi të ketë qenë e hëna e kaluar apo jo? Ka qenë data 10 nëntor, 10 nëntor, kur qeveria e vendit tonë, në vendim qeverie, vendosi njojën zyrtare të kishës ungjillore në Shqipëri. Dhe kjo meriton që erë një super big up. Me modesti po ju them që së me pastorin, një muaj para se shteti shqiptar të njifte zyrtarisht komunitetin e 5 në Shqipëri fetar, të cilin ende se kishte njohur prej 20 vitesh, do të kujtoj që në Shqipëri njifen 4 deri para pak ditësh, njifeshin zyrtarisht nga shteti shqiptar, shumë e rëndësishme kjo gjë, 4 komunitete fetare, muslimanët, ortodoksët, katolikët dhe bektashin. Më në fund kemi komunitetin e 5 kishën ungjillore të Shqipërisë, që prej pak ditësh njifet zyrtarisht nga shteti shqiptar. Dhe modestisht ju them që unë jam tmerësisht i kënaqur sonte, sepse kam edhe pak kontribut në këtë njohje nga shteti shqiptar, të ungjillorëve shqiptar. Ledjo i ka gati imazhet, ja çfarë ndodhte në këtë studio një muaj para se qeveria të vendoste që ungjillorët të njifte zyrtarisht si komunitet fetar. Jepi Ledjo dhe rikthehemi në studio, shikoni. Kemi qenë pastor. Kisha juaj ende nuk është njohur zyrtarisht nga shteti shqiptar. Kjo është vërtet. Ende shteti shqiptar nuk ka ende sot, nuk ka nënshkruar atë marrëveshjen e famshme me komunitetet fetare. Jemi në proces. Ndërkohë që pastorët janë të fuqishëm në gjithë botën, këtu në Shqipëri, si ka mundësi që shteti nuk i njeh? Kemi plotësuar të gjitha dokumentat legale, të cilat kanë kaluar përmes 7 ministrive në vendin tonë, dhe dosja qëndron në tryezën e kryeministrit të vendit dhe pritet. Pra e ka sot zoti Berisha këtë dosjen? Zoti Berisha pritet që të marrë iniciativën për të nënshkruar marrëveshjen me komunitetin ungjillor. Bravo! Bravo zonë e lirë! A pastor, ditë e shnuar? Është, besoj, ditë e shënuar jo vetëm për komunitetin tonë ungjillor, por edhe për kombin tonë, sepse nëse do të shikojmë historinë e krishterëve ungjillore, nuk fillon në momentin kur diktatura bie, muri i hekurt në vendin tonë në vitin 90-91, por neve si të krishterë ungjillor ekzistojmë në vendin tonë që prej, po themi, 3 shekujsh. Dhe kanë kontribute të jashtëzakonshme. Stop një sekond, pastor. I kemi gati imazhet. S'po lë pastorin të lodhe, shikoni dhe rikthehemi në studio. Ledjo, të lutem, një historik fare të shkurtër të ungjillorëve shqiptarë, që kur kanë qenë, jepi Ledjo. Fillimet e ungjillorëve në Shqipëri përkojnë me periudhën e rilindjes sonë kombëtare. Ky besim u përqafua nga rilindës të njohur, u pranua natyrshëm tek njerëzit. Ai pati nisur në epokën e rilindjes europiane, praktikoi në vendet më të zhvilluara të Europës dhe në Amerikë, dhe hyri në Shqipëri bashkë me iluminizmin kulturor dhe lëvizjen patriotike kombëtare. Shkolla e Vashave në Korçë, e hapur për të gjithë, pa dallime fetare, ka ideator dhe frymëzues këtë vizionar të madh, që me kultin e tij të punës na mësoi se Shqipëria do të bëhej me dituri dhe me punë, e me besim tek Zoti. Shoqëria Vllazëria Ungjillore botoi dhe gazetën Letra e Vllazërisë, që mund të quhet organi i parë i shtypit ungjillor brenda vendit. Të krishterët ungjillor shqiptar guxuan të hapin kisha, të predikojnë, të luten Zotin dhe të këndojnë në shqip, të botojnë libra, si dhe të kishin rolin e tyre të madh në Kongresin e Alfabetit në Manastir më 1908. Nën kryetari i kongresit ishte Gjergj Qiriazi, si përfaqësues i shoqërisë biblike britanike. Shqiptar të ditur, musliman, katolik, ortodoks dhe protestant, pa dallim, u bashkuan të gjithë si vëllezër. Ka shkruar Kristo Dako. Komuniteti i krishterëve ungjillor në Shqipëri bëri përpara,
u rrit në numër dhe ushtri në shumë qytete. Botoi gazeta e përjavshme Ungjilli, kishte një kanunore ku kërkoi një kishë ungjillore shqiptare. Instituti Qiriazi, që ishte vazhdimi i shkollës së vashave të Korçës, më 1931 u dekorua nga familja mbretërore me çmim të lartë. Besimi i krishterë ungjillor u praktikua i fuqishëm që në fillimet e rilindjes së dytë të Shqipërisë, pas vitit 1991, kur vendos demokracia. Ashtu siç rilindi i gjithë vendi, u ringritën dhe u ndërtuan veprat e kultit dhe njerëzit u rikthyen në shtëpinë e Perëndisë. Vllazëria ungjillore e Shqipërisë e zhvilloi veprindarinë e vet në thirrjen e përhershme, miq për Perëndin, dritë për popullin, urat për më mëdhen. Bravo, ishte pak nga historiku i ungjillorëve shqiptar ndër vite. Tashmë kisha ungjillore shqiptare, një zyrtarisht nga shteti shqiptar, dhe kjo Sofi meriton që pastorit i Qerasit me një Martini Gold by Dolce Gabbana dhe një B52. Po pastor, po le djo. Edhe një B52 për Nevzatin se e kam mbaruar. Bravo, dhe një B52 për Nevzat, Bozhanajn, se e kam mbaruar. Po pastor. Jemi përpara një ngjarje më vërtet madhe, jo vetëm perceptohet vetëm mes 4 komuniteteve tradicionale tashmë në vendin tonë, por hyrja e vllazërisë ungjillore të Shqipërisë si bashkësi fetare brenda këtij grupi që tashmë është prej 5 komunitetesh në vendin tonë, e pasuron akoma më tepër dhe garanton çuarjen më përpara të kësaj harmonie dhe lirie fetare në vendin tonë. Unë përshëndes vendimin e Këshillit Ministrave në shkrimin e marrëveshjes që është bërë në datën 22 nëntor në Hotel Sheraton përmes Ministrit të Kulturës, Zotit Xhaferi. Dhe pritet që kjo marrëveshje do të kalojë në Parlamentin Shqiptar për të ratifikuar dhe besoj që do të kemi shumë për përpara për të vazhduar më tej në këtë rrugë që e nisën apostujt duke sjellë ungjillin me iliri, e vazhduan të krishterët e kishës hershme, e vazhduan adhëtarët tanë ungjillor, si Gjerasim Qiriazi, Motra Qiriazi, Grigor Cilka, Gjergj Qiriazi, të krishterët ungjillor kanë kontributin, dëshiroj ta theksoj këtë, për herë të parë në Shqipëri kanë sjell Biblën në Shqip në vitin 1827, ndërkohë që shërbesat në kishën ortodokse greke kryheshin në gjuhën greke dhe në kishën katolike romake kryheshin në latinisht. Ungjillorët ishin ata të cilët përmes Vangjel Meksit përkthyen dhjatën e re dhe më vonë në vitin 1884 përkthyen gjithë Biblën përmes adhëtarit tjetër të madh të shkronjave shqipe, Konstantin Kristoforidit. Pra, unë do thoje që ky libër, libri i librave në fakt, Bibla, libri më i madh në gjithë botën, libri më i shitur, më i përkthyer nga gjithë librat e tjerë, Fjala e Zotit, është sjellë në Shqip për herë të parë në vendin tonë nga ungjillorët. bravo, dhe kjo meriton një big up.